74 vjetori i mbajtjes së konferencës së Pezës është kujtuar edhe këtë vit nga politika, familjet e dëshmorëve, si dhe nostalgjik të regjimit. Lufta jonë drejt po shkon para partizan, bum! Lufta jonë drejt po shkon para partizan. Përfaqësuesit e qeverisë dhe pushtetit vendor bëjnë thirrje për bashkimin e shqiptarëve për të vijuar idealin e të rëndëve për një Shqipëri më të mirë dhe europiane. Thirrja për të bashkuar për Shqipërinë, për të ngritur për te asaj që na ndan dhe për të bashkuar në një agjendë të përbashkët europiane, për një perspektivë europiane për Shqipërinë dhe fëmijët tanë. Qeveria jonë është angazhuar në një rrugë pa kthim për ta renditur Shqipërinë në krah të vendeve të zhvilluara perëndimore, duke mbajtur gjallë këtë ndërgjegje kombëtare. Kemi nevojë që shembulli që ata dhanë të kthehet në modelin e këtyre të rinjve që janë me ne sot, se ka më shumë gjëra që na bashkojnë përtej partive, përtej të majtës dhe të djathtës, se sa gjërat që na ndajnë për të ndërtuar një Shqipëri europiane. Kurora me lule u vendosën në memorialin në kujtim të rënëve, ndërsa disa veteranë shprehën gëzimin për këtë përkujtim që u bëhet kësaj konference historike. Qeta e parë është e Pezës, e para në Europë. E dyta është qeta e Babafaja Martaneshit. Festa më duket shumë e mirë. Jam tepër i gëzuar. Organizatorët e omazheve u kujdesën që i thartë e liderit komunist të mos ishin pjesë e omazheve në të njëjtën kohë me drejtuesit politik. Kam ardhur këtu për të festuar dhe unë për vjetorin e konferencës Pezës, po kam me vete dhe fotografinë të madhit Mehmet Çeut. Jo mua, po Mehmet Çeut i ndalohet të hyjë në Pezë. Këtë unë nuk e kuptoj. Pas largimit të politikanëve, radha është e komunistëve. Drejtuesit e Partisë Komuniste dënuan partitë e majta dhe të djathta që nuk i njohin meritat për luftën që kjo parti ka bërë. E kanë mohuar, e kanë denigruar dhe e kanë dënuar luftën antifashiste nacional qërimtare. Edhe forcat e majta sot nuk pranojnë rolin organizator dhe udhëheqës të kësaj lufte, që është Partia Komuniste e Shqipërisë dhe Enver Hoxha. Peza gjatë 3 ditëve ftohen kryeqytetasit e çdo moshe të argëtohen dhe kalojnë kohën e lirë me aktivitete të shumta dhe muzikë live.